zhvillimore. E nëse nuk ka siguri në votime, aty shkojnë njerëzit që bojnë tregti të ndryshme me vota dhe arrin me hy prap konvent edhe mos me pas pikë interesi për vendin ose për zhvillimin e vendit, sepse nuk ka një farë interesi të veçantë. Se e din që ka marrë votat edhe din që prap njëjtë ka me bot njëjtin politik. Kështu që sistemi zgjedhor sistemi i votimit jashtë ambasadës nuk është i nevojshëm. Edhe është shumë e mirë që e bënë me zafe, si pasojë që me post me ja dërgu secilit votues aplikimin, sepse mundësit janë, unë vetë kom pa, edhe kom video që i kom pa në rrjetet sociale, që një individ voton për 20 vota. Domthon i ka apliku online, me email i ka marrën, tash i ka marrën shoqëtina, për familjari ka ato 20 votues ose aplikues, është prap problemi i tyre, po me një individ me dalë të votu për 20 vota, edhe u shike, ne kemi argumente caktume që ka pas vota caktume për individ caktum, domthon edhe kanë hes për para, kështu që mirë që kanë bo me post, po e udhëzor të ketë deputet të diasporës që mirë është me qashtë e ty. A do të funksionon të kjo, Bek, nëse do të kishte deputet të diasporës, a mendon që do të preferuhej nga diaspora të votoheshin kandidat që janë atje, sepse shpesh ka pas raste që simpatizohen apo që kanë një pëlqim ndaj deputetëve që janë këtu. Pra, vota e tyre duan që të shkoj deputetëve që janë këtu dhe jo persona që ka pasur në plot lista tashmë që kanë qenë, pra të partive politike që ka pasur deputet nga diaspora, por nuk janë votuar atë shumë. Por, me gjithë respektin se kategoria më rëndësishme e të njështë Kosovës. Po. Qysh ka mundësi dikush me votu për një deputet në Kosovë që i haber s'ka se kush është ai. Veç ka po